Në episodin e dytë të Sportcast, vjen në një rrëfim të rrallë ish portieri dhe drejtori sportiv i kombëtarës së Kosovës Samir Ujkani. Si u përjetuan nga lojtarët e Kosovës humbjen nga Turqia? Çka kanë bërë ata djem nuk është e lehtë. Cili është objektivi i ri i tardanëve? Qëllimi jonë është 2028. Çfarë i tha superylli Argjentinas Ujkanit pak para ndeshjes Kosovë-Turqi? Vetëm e meritojmë me qenë ku jeni rikar dhe i tash, po e meritojmë me parë dhe mu taku në kampionatin botëror. Kush është sot lideri i kombëtarës së Kosovës sipas Samir Ujkanit? Kush është ai lideri? Lideri, si më thon, për brenda grupit kështu, për atmosferë këtu është. Se dhe si u mbajt sekret prezenca e Gjerdan Shaqirit në stadiumin Fadil Vokri? Pam në fotografi me Bernard Berishen edhe Gjerdan Shaqirin. Ai djali unë e di vetëm si çat ditë ka pas 2 herë se vitin në klub, edhe ka marrë aeroplan dhe ka ardhur me mbështet Kosovën. Si e sheh ai situatën e Edon Zhegrovës tek Juventusi? Për klubin, një klub si Juventusi, Edon Zhegrova është luks. Pse na Shqipërinë Ujkani për të luajtur për Kosovën? Ëndër për mujt me lutë për Kosovën. Cili ishte hapi vendimtar i karrierës së tij? Ai ka qenë hapi për mua, si ma ka bë zhvillimin e shpejt. Cili moment e kujtojnë Ujkani së më të mirin sa ishte portier? Jërë topi, ma shtej edhe mbrojta u meti topi mes kambe se di qysh. Si i pranoi ai 6 gola vetëm nga 7 quajtje në një ndeshje? 7 shuta, 6 gola i hongra. S'kisha spjegim qysh. Këto dhe shumë detaje të tjera i zbuloni në intervistën e plot me Samir Ujkanin në Sportcast të hënën me fillim nga ora 19.